Brenda Parlamentit Kosovës atje, nëse ka mundësi një këndvështrim tuaj për situatën edhe gjithçka që ndodhi aty. Po ishim thirrur me iniciativën e PDK-s, kërkesa vetme është me i kriju institucione, domethënë me konstituu kuvendin. Po. Edhe pastaj pat provokime të ndryshme nga vetëvendosja. Por zonja Gërvalla tha se ju duhet të vini në takime, të merremi vesh, dhe pastaj ne thirrim seancën dhe i rregullojmë këtë çështje. Nuk ka besim kur kush me shku në takime me njerëz rranca, me njerëz mashtrues. Këta e kanë iniciativën, këta i kanë votat me konstituu kuvendin, nuk kem nevojë me fol kur gjo me ta. Na do t'jemi prezent kur bëhet thirrja për kuvend, na jemi aty. S'kem nevojë me fol përpara, na mujmë me fol para kamerave që aty në kuvend. Po. Por zotëri Berisha, duke marrë parasysh zhvillimet e sotme, a kemi hyrë në një fazë tjetër të eskalimit, po them kështu, politik në vendin tonë? Fatkeqësisht e kom paralajmëru edhe do shkojmë nga një eskalim, nështë i nevojshëm, sepse kjo punë duhet marrë fondi qësh, duhet mu normalizu. Edhe këtu qësh po shihet nuk ka vullnet, partia që ka shumicën që duhet me thirë, po duhet me i detyru, me i thirë, me i prunë kuvend për me i kriju institucionet. Këta po insistojnë për me vanesa, si kur 3 herë që ndodhi deri me tash, me vanesa me afate, në fund nuk u morën vesh edhe më shku zgjedhje. Kjo si duke të strategjia e tyne, na do t'i detyrojmë me majcancën. Cila do t'jen hapat e radhës, zotëri Berisha, jemi krejt në fund. Nuk kem nevoj me u konfirmu prap për deputet edhe me hi prap në qëtë ciklin e problemev, afatev, mashtrimeve, rranve, me hin ta kem, pastaj më dalë me i përqish atë delegacionet e partive politike që shka ndodhë dhe me tash.